ajo që kanë mbetur nga dunjaja është shumë më pak se ajo që ka kalu. Kjo është e dishme. Në shumica e jetës në sipërfaqen e tokës ka kalu. Ka me të pak. Ajo pak, Allahu e din sa është. Mirë po, pejgamberi sa me ka përmend se ai dhe kiameti janë shumë afër. Buithtu ana was-sa'a hatain. Ka thënë pejgamberi më dërguar unë dhe dita e gjykimit si këto dyja, i ka afruar dy gishta që janë afër. Momenti më vendimtar në jetën e juaj, momenti ku do të përcaktohet e ardhmja juaj, e përjetësisë e juaj është shumë afër. Ndaj vetë kur e kupton ti se ai momenti që ti po e pret, vendimin final për përfundimin tënd, Allah po afër është. Afër është. Parando kur njëri për shembull është në pritje të një gjykimi të rëndësishëm për te, vendimtar për jetën e tij, të rëndësishëm për të ardhmen e tij. Dhe krejt ka përfundu, tash veç po pritet verdikti i këtij gjykimi. Çka do të thotë për ty? Si e pret njëri këtë verdikt? Si e pret njëri këtë gjykim? Nuk e pret rahat. Krejt mendja mobilizohet në drejtim të atë gjykimi. Gjithçka që ka mund të ndërmerr në ndryshimin e vendimit në favor të tij do ta bën njëri. Prandaj shikoni, Allahu thotë iqtarabat as-sa'a. Nuk ka çast më të rëndësishëm, nuk ka moment më të rëndësishëm për juve se dita e marrjes së këtij gjykimi, kur do dini tek Allahu te bareke ve taala. Nëse dita e kiametit në kuptim të shkatërimit total të kësaj ekzistence dhe daljes për Allah të manduar, nëse ajo mund të jetë më larg se jeta jonë, për neve tek e fundit është më e rëndësishme e tjetra, se kiameti i jonë bëhet kur ne vdesim. Ma e qaj qasti, qaj momenti që Allahu po se është afru, para se me ndodh ai qasti i madh, ndodh një qast individual për cilin për neve, ajo është vdekja e tij. Prandaj njeriu në këtë qast kur i mbyll syt, shkputet nga dunjaja, mbyllet libri i tij, e kupton se çka është halli i tij. Dietarët e hershëm edhe sikur që është përmend nga Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu se varri për të ka qenë më i frikshëm se dita e gjykimit. Për shkak se ka thonë në varr përcaktohet realisht edhe situata ime në ditën e gjykimit. Prandaj të ndërrozë ai çast, ai moment kur ne do të shohim, domthonë gjykimin për neve, do të shohim në mas të madhe, s'po them përfundimin nga sa është gjykimit atje në fund, mirë po deri në mas të madhe shohim se çka kemi bërë, çka kemi marrë me veti, çfarë kemi humbur. Në mas të madhe këtë e kuptojmë edhe ditën e ndarjes nga dunjaja. Ditën kur veç përfundon garimi jonë, nxjerrësh nga gara, ke vrapu sa ke vrapu, ke fitu sa ke fitu, nxjerrësh nga gara dhe vazhdon tash të marrësh certifikatën e garimit tënd. Pavarësisht tash a je nga fituesit apo nga humbësit, Allahu na ruaj.